Një aksident tragjik me pasojë vdekjen ka ndodhur mesditën e djeshme në rrugën e re drejt Darzezës në zonën e Ludenbajt. Një automjet që dyshohet se lëvizte me shpejtësi tej normave të lejuara ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe ka përfunduar i përmbysur në kanalin anësor. Përplasja ka qenë tepër e fortë, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të drejtuesit të mjetit. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë, autoambulanca dhe forcat zjarfikse, të cilat kanë punuar për nxjerrjen e trupit nga automjeti që është shkatruar pothuajse plotësisht nga përplasja. Në njoftimin e policisë bëhet me dije pas hetimeve paraprake të ngjarjes se në aksin rrugor Fier Darzez, shtetasi GÇ, 37 vjeç, duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe ka dalë nga rruga. Si pasojë e daljes së automjetit nga rruga, drejtuesi i tij, shtetasi GÇ, ka humbur jetën në vendngjarje. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit, si dhe kohën e ndodhjes së ngjarjes. Sipas të dhënave paraprake, shkak dyshohet të ketë qenë shpejtësia e lartë, ndërsa grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që çuan në këtë aksident fatal. Ky është një tjetër aksident i rënd i regjistruar në këtë aks rrugor gjatë ditëve të fundit, duke rikthyer shqetësimin për sigurinë rrugore dhe respektimin e rregullave të qarkullimit.